Prindërit tanë të vdekur, a na shohin neve të gjallëve? Ja. Nuk ka kontakt. Allah thot në Kur'an, nuk dëgjon, me pa jose, pas nuk dëgjon. A e din gjendjen tonë të cilën jemi ne? Uma ente bimusmin men fil kubur. Ti nuk mundesh me i dhonë dëgjimin ata cilë të në bareza. Kjo vlen për çdo njeri, prej Ademit, a.s. deri te njeri i fundit. Për jashtë bojnë vetëm 7 vetë. Cilët kanë dëgju pas vdekjes. Kush kanë qenë ata 7 vetë? Ata 7 vetë mushrik Kurejsh, cilët kur ka shku në sejdë pejgamberi s.a.s. në propozim të Ebu Gjehlit, ka qenë i deve, e kanë prej atër devet, edhe aty në zallë, në zetësi e kanë lonë zorët ato në brendshme që ka i kanë pas, edhe ku ndërmon, pa kur fra dyshimi, kanë kalu ditë. Dhe do të kush është, mundët dikush me marë ato në veturina, në brendshme të devës, Muhammed me aqit në qafë kur shkon në sejdë. Dhe kështu kanë vepru, transmeton Abdullah ibn Mesudi, do të nuk patë, se kjo krejt fillim të islamit, nuk patë a guxim me shku me a hjek dhe rësarët Fatimja, ajo qiks, vajza ati, s'kan mujt, e ka hjek, edhe këta, që shëtojmë na, ka na poshtë të e kesh. Kanë nënshmu e kanë bulizu. Edhe kur është ngrit, emën, një nga një, i ka mallku. Si ka mallku, kanë pas frikë prej mallkimit. Ju ka hub qerja. Të shtatit, ditën e betejës së Bedrit, kanë qenë puse të thata të Bedrit. Të shtatit. Me Ebu Gjehel, Utbe bin Rebi, Shejbe bin Rebi, Umej bin Halef, Walid ibn Utbe, edhe tjerë 7 gjithsejt, i kanë hudh në puse të Bedrit, edhe është afru i dërguari Ali Shalatu Selam, edhe po ju flet. Më thonë i kanë fut të vdekur. Po të vdekur. Ta është të vdekur po ju flet pejgamberi sallallahu. Hel wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa, au realizu premtimi Allahut ndaj jush, Zotit ju, neve që ka na premtoj, Zoti unë u realizu, neve na premtoj fitim, betejë më madhështor në histori krejt njerëzimit, edhe pse nuk ka zgjatë shumë disa orë, edhe pse pak ushtar ka pas, 1300 e diçka, betejë më madhështor në histori krejt njerëzimit, kjo ka qenë pse, vetëm në Bedër me armën dorë kanë marrë pjesë melacet. Ju ndihmon Allahu besimtarë përmes melaceve, mënyra tjera, forma tjera, por me armë dorë nuk ka ndodhë, as ka me ndodhë, vetëm Bedër. Edhe po i thot, po i afrohet Umeri, ja Rasulullah, ente tunadi, el elsan bila ervah, o ti pejgamberi Allah, ti po ju flet trupave pa shpirta. Pro po e din këtë rregull Umeri, se i vdekur s'mund me ndëgju. Po i thot pejgamberi sallallahu ma ja ibn al-Khattab, ma ente bimusme minhum, kur gjoti nuk nin ma mirë se ata. Allah e ka i tregon, ja u ka kthy shpirtat për me i nënçmu. Ju ka dhënë mundësi me ndëgju, ju ka dhënë mundësi me fol. A u realizu poshtërsimi? Allah ju premtoi poshtërsim, nënçmim, disfat, humbje, e kanë pasur u realizu. Për ndryshe i vdekuri nuk mundet me ndëgju. Këto hyn pra edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, kur ju belliguni, kur dikush prej jush më jep ndërgon salavat selam, lillahi al-malaikatu sayahun, i ka një grup me detyra të caktuar të melaqëve Allahu, ju beligu ma përcjellin mu. Jo se ndëgjojnë, po melaqet ma bin, Allah ma kthen shpirtin, edhe pastaj unë ja u kthej selam, si për ndryshe nuk mund të me ndëgju.